Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në bashkëpunim me Sekretariatin e CEFTA-s organizojnë javën e CEFTA-s 2025, tregtimi i përbashkët drejt Evropës. Në javën e CEFTA-s do të ketë diskutime të nivelit të lartë dedikuar rolit të CEFTA-s dhe marrëveshjeve rajonale tregtare në një epokë të pasigurisë së shtuar dhe të modeleve dhe aleancave tregtare që po ndryshojnë. Pjesëmarrësit do të diskutojnë gjithashtu mbi rolin strategjik të CEFTA-s brenda tregut të përbashkët rajonal 2.0 dhe përfshtatjen e tij me planin e rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, trafiku urban ka rifilluar me ofrimin e shërbimeve të transportit publik. Vendimi është marrë pas fillimit të alokimit të mjeteve nga Ministria, që i ka mundësuar komunës së Prishtinës të nisë procedurën e pagesave. Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja e transportit ka qenë e pashmangshme për shkak të pamundësisë financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të komunës ndaj ndërmarrjes, thuhet në njoftimin e trafikut urban. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 22 subjekte politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Në listën e subjekteve të certifikuara nuk është lista serbe, e cila mori vetëm 2 vota për, 2 kundër dhe 5 abstenime. KQZ-ja edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk e kishte certifikuar listën serbe, por paneli për zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e kishte urdhëruar KQZ-n që ta certifikonte listën serbe. KQZ ka bërë të ditur se për zgjedhjet nacionale të 28 dhjetorit kanë aplikuar 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Ndërkohë, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka kritikuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në reagim thuhet se politizimi i KQZ-s nga vetvendosja dhe partitë tjera politike është i dëmshëm për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës. Edhe ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është të shprehur i shqetësuar për mos certifikimin e listës serbe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Ambasadori britanik thekson se veprimet si ky e kërcënojnë reputacionin e Kosovës si demokraci multietnike, duke shtuar se shpreson se PZAP-ja do të zhbëjë këtë vendim të KQZ-s. Radio Televizioni Kosovës do të transmetoj drejt për drejt shortin final të kampionatit botror të futbollit që do të tërhiqet të premten nga ora 18 në Kennedy Center të Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9, bashkë, mirupafshim.